Do lexojmë pak të mesazhin në Instagram, sepse në TikTok nuk është se kam qenë shumë aktiv, kam qenë shumë aktiv në Instagram. Po ti thot, bëhet fjalë gjithmonë për protestën e për gjithë ato gjërat pa drejta që po bëhen kundrejt vendit në Shqipëri. Po ti në një vend të zhvilluar në Itali çfarë përfiton, thot? Italia është e zhvilluar por nuk prish manastire për të bërë resorte, përkundrazi i mbron. Nuk shpyllëzohet, unë nuk e kuptoj si mund të ketë njerëz që përkrajnë këtë lloj investimi. Çja bëre mirë, thot komenti i tretë, për vete ka vajt kënë Itali, do vend të zhvilluar në Shqipëri se do të zhvilluar. Shiko, nuk di se çfarë t'u them, e kupton? Nuk di se çfarë t'u them që nuk e kuptoni për veten tuaj. O qyqet juve. Ju flas, kur them ju, them për juve që jeni fole rroj vez. U bë gjitha e palas. U bë gjitha i gren kost. Qa përfituat ju? Ju mërë ju, qa përfituat? Përfituat në rritje ekonomike? Përfituat ndonjë përkundrazi? Ja ka ngritur naftën në hava. Energjinë e merr, e çon jashtë, e merr prapja, e çon lirë, e merr shtrenjtë. Ja u shet juve shtrenjtë. Kriza ekonomike, rroga nuk ka, rritje rrogash nuk. Më erdhi një mësues më tha, "Mua punë kam 800.000, na 450 më zbër 800.000." Ndërsa këtu një mësues fillestar e ka na 1.700 deri në 2.200 për në muaj, mësuesi fillestar në Itali. U pika që su bie që kënaqeni me thërrime, o të mirë të juve, o të mirë të juve. Po pse zhvillim është? Okej, hajde dakord, jemi pro, bravo, jepi zhvillojë, ngrihet Shqipërinë, bëhet turizëm, bëhet perlën, bëje epiqendrën e turizmit. Dakord jam. Qa përfiton ti e unë? Qa përfiton ti e unë? Qa ke përfituar kaq vite? Qa përfitoj nga Green Costi? Qa punojnë kuzhinjera, nga 12, nga 15 orë i marrin 1 milion lek. Pse 12-15 orë 1 milion lekën? Se çmimet i ka si Europa, po jetesa nuk e ka si Europa. O qyqet juve që nuk merrni vesh. Pastaj, nuk është se vetëm për zhvillimin. Pse e keni profilizuar si kur është ngritur vetëm për zvërnecin? Ore, s'ka ekonomi, nuk ka ilaçe, nuk ka spital, subvencionime, rimbursime, ku ti nuk ka arsim. Doli para 3 ditëve që u rrahen spital. E rrahen pacientët në spital, i thanë asaj çif sharop, e kupton ti pacientës atje. Shkon të çerohet, jo të rrihet ndajak. Po sa të ekzistojnë vëmje si puna juaj për shembull, që mua vjen keq që unë po flas me këtë lloj gjuhëse, nuk dua të jem agresiv, po juve ta bini qumshë në nënës majtundës. Unë kam ardhur këte ka zhvillim. Këte nuk prishet Koloseu, babam. Nuk është prishur Koloseu. Nuk prishet Roma këtu. E kupton Koloseu? Dini Koloseu në ajo? Në Roma atje? Nuk e prish njëri. Atje një turist hyri u lanë në fontanë, në Shatërvani ku hidhen lek që shpreh dëshirën, u zhyt aty, u çua shteti, e mbrojtën. E mbrojtën se ishte pronë publike. Ndërsa ne e shesim, ne u shit Sazani, tani duhet të vrisni atë flamingot atje. Nuk keni turp që e përkrani, ore të dilni, jo vetëm për atë, por për shumë situata, për shumë kauza. Qa u përmenda, unë vetëm 3 kauza do përmenda. Ekonomia 1, shëndetësia 2, arsimi 3. Jeni përnut. Unë kam njëri unë tim me këmë të prerë, a i thot hajde çdo muaj tani të bëjmë revizionin shëndetit. Se kujton se kam zhapik ai edhe i del kema prapë të heqin kempin. Edhe kempin 120.000 lek. Një invalid që s'punon dot 120.000 lek krye familjar. Qa do bëjt tani me 120.000 lek? 120.000 lek, ata që ju keni dhënë votë, për shembull, ata i kanë kafe mëngjesi në Monaco, në Monte Carlo. E kuptoni? Prandaj them unë jam dakord për pjesën e zhvillimit, por nuk ka interes për neve. Nuk ka interes për neve. Qa kemi parë neve në investimet të mëdha që janë për Shqipëri, qa ke parë ti unë? Asgjë, vetëm të është ngritur nafta, zemra, të ngritur energjia, s'ka fare shëndetësi, ka gjë, nuk e kuptoni? Zvërneci ishte pika e fundit në një gotë plot. Pikoja jo u derë dhe gjitha. E kupton se rrjolli Andematan ka 4 muaj që po delgjin atë shketet Andematan. E kupton? Në theth, i tha ndërtoni, qa brej pa, fitoj votat ai fajdi e shembi. Kajsh nuk dini të bëni, kajsh për vetën tuaj. Ore, unë e kam Terezi, kam 10-12 vjetë që kam marrë në Itali, dini apo jo? Se e di se si ishte, më kërkuan 4-5.000 euro për të futur në punë mua. Mbarova shkollën, në gjitha për të futur të usjellë, se 4.000 euro thanë mandat për 4 vjetë. Unika, po e kam për juve, se unika për vetën, po më vjen keq fizikisht jam, po jam shpirtërisht e vesh, jam Andematan që po bëhet. Nuk mund t'jem pak të një farë mënyrë t'i jap zët gjithë padresive që po bëhet. Po jo kështu, i keni Itali ti për vete, u pika që su bie, meni për veten tuaj.
Meni për veten tuaj, bëuni për veten tuaj, jo për mua, po për veten tuaj. E kuptoni apo jo? Kaq, kjo është një invalid mesatarisht këtu merr 1.800 deri 1.200 euro. Mesatarisht, një invalid, mesatarisht me drejt punë 4 orë. Ai njeriu imi shketi me këm pa drejt punës, punon dot se me një këm çfarë do punoje, e kupton? Me 120.000 lekë. Që këtu bëhet diferenca në Itali, Shqipëri. Ai thotë, do bëjmë të ofrim në Europë neve. Po të prish ekosistemin, e hyn në Europë, çfarë po bën? Ka gjë për veten tuaj, jo për mua, për Zotin, për veten tuaj. U del ju të hoqën zvarrat dhe ata. E më del tani më thua këto budalli që këtu. Po sa të ekzistojnë njerëz këtu nuk ecën ai, nuk do fitoj ai prap sa të ketë njerëz punë juaj.